Përshëndetje të dashur miq, unë jam astrologja Denisa Shylle dhe ky është kanali im YouTube-it, tek i cili mund të gjeni shumë video në lidhje me ndikimet të ndryshme astrologjike, qofshin ato periodike, po ashtu dhe të kalimeve planetare. Për të më mbështetur, mund të më ndiqni, të përqeni videot e mia, të bëni komente dhe në qoftë se dëshironi që të merrni informacione sa që postoj diçka të re, mund të ndisni edhe njoftime që është ajo zilja që duket në ekran. Të gjitha videot që shikoni te ky kanal janë shumë të detajuara, por normale që prekin masat për janë të përgjithshme. Si rredoj, kemi gjithmonë më tepër nevojë për informacione personale dhe këtë mundeni ta merrni duke prenotuar tek shërbimet e mia me pagesë. Këtë mund ta bëni shumë thjesht duke më shkruar tek numri WhatsApp-it që shikoni në ekran. Tema e ditës është hëna e re tek shenja e Gaforës, është në datën 14 korrik në orën 11:43 të mëngjesit ose të paradites. Dhe do të jetë vendosur tek 21 gradë e 59 minuta të shenjës së Gaforës. Është një hënë e re me ndikime vërtet shumë të rëndësishme, ndikimet e të cilës në këto momente mund të duken pak më të zbutura, por do t'i jehojnë për një periudhë shumë të gjatë. Karakteristika e shenjës së Gaforës është se është vendi ose shenja ku ne mishërohemi. Prandaj dhe do të thotë edhe rrënjët, mënyra se si ne e përjetojmë jetën. Dhe për këtë arsye do të thotë edhe relatat që kemi me njëri tjetrin, sepse është pikërisht themelit e jetës tonë. Prandaj dhe siç e thash, ndonse në këto momente mund të duket pak e zbutur, në të vërtetë ndikimet e saj do të jehojnë për një periudhë shumë të gjatë. Jemi futur në tashmë një cikël ku do të kemi ndryshime të dinamikave të komplet shoqërisë njerëzore, po ashtu edhe të marrëdhënies që kemi si me veten, me familjen tonë, e njëjta që është e vlefshme dhe në marrëdhëniet tona personale. Dhe kjo hënë e re do të thënë pikërisht mbarimi i një periudhe ku ne mund mos kemi ditur se si të ndërtojmë këtë marrëdhënie ose mund të kemi qenë pak të papërgjegjshëm në lidhje me këtë temë. Që tani e tutje, do të na duhet që të jemi të rritur. Ky është një cikël i cili në të vërtetë filloi që në nëntor të vitit 2024 dhe gradualisht fillojnë që të preken shumë tematika të ndryshme në jetën tonë, ndërkohë që hëna e plotë që ishte në datën 31 maj na detyroi që të zgjoheshim nga gjumi jonë. Para pak a shumë ishte një farë shuplake që ndodha, ndërkohë që hëna e plotë e datës 30 qershor na bëri që të na merresh pak më sepse na shkundi mirë. Por falë kësaj edhe mendja vajti në vend. Në qoftë se deri tani sistemi na jepte ato që ne kërkonim, sepse ne qanim dhe plasnim këmbët në tokë, edhe pse kjo mund të ishte e dëmshme për ne, tani gjithçka është ndryshe. Duke qenë se sistemi ne na trajton si të rritur. Në momentin që ne zgjedhim dhe bëjmë një veprim të caktuar, pasojat i përjetojmë më njëherë. Për shkak pasoja është automatike tashmë. Pse ndodh Kjo ndodh sepse nuk ka ngelur më kohë. Siç e kam shprehur disa herë, sidomos tek ndikimet që kishte hëna e plotë në datën 30 qershor, duke qenë se tronditjet e shumta që po ndodhen në këto momente në tokë, në globin, në rrezullin toksor, pra, po ndodhen vetëm për një arsye të vetme, në mënyrë që të ndryshojë frekuenca e tokës, pra do të kemi kalimin në dimensione të tjera, por normalisht të gjithë personat që nuk janë ende të gatshëm që të kalojnë këtë dimension të ri, do të jenë të detyruar që të ngelen mbrapa. Prandaj dhe kemi ndarjen e ndërgjegjes në këto momente. Personat të cilët janë të ndërgjegjshëm mjaftueshëm, të cilët janë të rritur pra, dhe personat të cilët dëshirojnë që të ngelen në tokën e vjetër ose në ndërgjegjen e vjetër. Pra ndarja në këto momente është në fazën e saj përfundimtare, prandaj dhe nuk ka më tolerancë. Ky cikël që po fillon tani, themelet që po hedhim në këto momente, do të kenë kulmimin e tyre tek hëna e plotë e radhës që do të jetë në takim me Plutonin. Tema kryesore e asaj hëne të plotë do të thotë vdekja e shoqërisë që ne njohim në këto momente, mënyra se si ne trajtojmë pra shoqërinë dhe mënyra se si ne veprojmë brenda saj. Kjo hënë e re është një fenomen vërtet shumë i rëndësishëm astrologjik, për arsyeën sepse siç e thash, do të fillojë ndërtimin e një jete të re, një strukture të re, duke qenë se ndodhet tek shenja e Gaforës. Themi të gjitha, duke qenë se kemi edhe disa kënde që e mbështesin këtë ose na tregojnë rrugën se si mund ta bëjmë këtë, siç është për shembull këndi i Venusit me Plutonin dhe me Neptunin, i cili na detyron që të thojmë kallëpe tradicionale. Mënyra se si e bën këtë në të vërtetë është shumë e thjeshtë, na detyron që të përballemi ose të perceptojmë
se cilat janë format apo edhe metodat e mjekura të cilat na mbajnë mbrapa, pa pak a shumë ato çfarë e bën shoqërinë që të mos funksionojnë, se si rreth arrim që të rrim mbrapa të gjitha kushtëzimet apo edhe mangësitë që kemi për të krijuar një shoqëri më të shëndetshme. Kur flasim për këto lloj temash, mund të duket disi abstrakte, por kemi disa mënyra vërtet shumë praktike për ta bërë të gjithë këtë. Një në radhë të parë, informacioni i kontrolluar, i analizuar mirë në këto momente është vendimtar. Hyn në jetën tonë ose ndodhim përballemi me persona të cilët kanë shumë dituri, kanë shumë informacion. Në këtë rast, duhet edhe ne të pyesim arsyen që po i marrim këto informacione dhe çfarë do të thonë më vërtet për ne. Pra në këtë rast, informacionet do të vinë nga sistemi në një mënyrë ose në tjetër, por duhet jemi ne vërtet të aftë që t'i analizojmë, pra t'i kalojmë në filtrin e logjikës tonë dhe në këtë mënyrë arrim që të kuptojmë shumë thjesht se cila është rruga që duhet të ndjekim, cilat janë dinamika që nuk funksionojnë një në radhë të parë në jetën tonë, duke qenë se marrëdhëniet familjare preken në mënyrë pothuajse automatike. Përsa përket të Shqipërisë, preket vërtet shumë sepse kjo hënë e re do të ndodh pikërisht në takim me Marsin tonë. Dhe kjo mund të thotë në mënyrë pothuajse përsëri automatike dhe një rritje të agresionit, sepse mund të kemi edhe përfshirjen e ushtrisë në një mënyrë ose në tjetër. Kjo normale që është e vlefshme në të gjithë botën, duke qenë se dhe Marsi është shumë aktiv gjatë së hënit të re, por në Shqipëri, siç ripërsëris edhe një herë, është vërtet shumë herë më tepër. Si rrethojë duke marrë në mënyrë praktike, kemi shtimin e informacioneve që vinë në këto momente, por duke qenë se Merkuri është në retrograd, detyrimisht duhet të vërtetojmë mirë, duhet të analizojmë mirë situatën dhe duhet të përdorim logjikën tonë në mënyrë pothuajse perfekte. Mënyrë se mund ta bëjmë këtë, vërtet është shumë e thjeshtë, mjafton që të mendohemi ose të shqyrtojmë gjërat pak më tepër qetësisht se sa zakonisht, duke qenë se në këto momente elementet ose detajet vinë një nga një, mund ta kemi pak më të vështirë për të bërë durim, por në momentin që bëjmë durim, atëherë dhe presim derisa të kemi të gjitha informacionet dorë, e kemi shumë më të thjeshtë që të veprojmë ose që të marrim vendime të paktën, dhe të mund të bëjmë edhe një konstrukt ose një strukturë ose një plan, më mirë të themi, për ato çfarë do të ndërtojmë në të ardhmen. Hëna e re do të thonë mbarimi i diçkaje në mënyrë radikale dhe fillimi i diçkaje të re. Pra siç përsëris edhe një herë, është pikërisht mbarimi dhe fundi i strukturës aktuale të shoqërisë, mënyrës se si ne udhëhiqemi, po ashtu edhe mënyrës se si i trajtojmë marrëdhëniet tona personale, sidomos ato familjare, duke qenë se përsëris edhe këtë është vendosur tek shenja e gafores. Pas kësaj do të kemi një ndryshim të dukshëm, mund të them që do të kemi një ndarje kolosale, pak a shumë bardhë dhe zi, lidhje që funksionojnë dhe lidhje që nuk funksionojnë, persona të cilët janë të shëndetshëm dhe ata që nuk janë më të shëndetshëm, si do të kemi edhe ndryshim shumë të madh edhe të perceptimit, mund të kemi fillimin e dualizimi vërtet shumë të madh në botë. Kjo do të vihet re pothuajse në çdo aspekt jetës, por pika ku preket më tepër janë marrëdhëniet që kemi me njëri tjetrin, si edhe mund të kemi edhe zhvendosje të shumta në këto momente në vende të cilat ne bëjmë që të ndihemi më mirë, ose si në shtëpi, më mirë të themi, si edhe mund të kemi edhe grupime pikërisht të këtyre dy fuqive të ndryshme që po krijohen në botë. Kjo fuqi është një fuqi shpirtërore më tepër, pra do të kemi ndarjen e personave të cilën zgjedhin statusin aktual ose mënyrën aktuale të qeverisjes apo të shoqërisë dhe personat të cilët do të zgjedhin një mënyrë të re jetese. Të vërtetë kjo hënë e re do të thotë edhe ndryshimi i shtetit, ndryshimi i vendit, mund të thotë jap edhe udhëtime të shumta. Në këtë rast, në lidhje me Shqipërinë, mund të kemi vërtet fillimin e rikthimeve në vend. Këto janë të detyruara, nuk është se janë zgjedhje, pak a shumë, janë në një farë mënyrë e detyruar, sepse rrugët ose mundësitë që ekzistonin për të jetuar jashtë shtetit gradualisht mund të mbyllen. Kjo sepse brenda Shqipërisë po bie tre një ndryshim vërtet shumë i madh në frekuencë. Dhe si rrjedhoj, na duhet që edhe jeta aktuale në Shqipëri ose personat aktuale të cilët ndërtojnë shoqërinë në këto momente duhet të ndryshojnë. Një ndër planetet i cili është shumë i rëndësishëm gjatë kësaj hëne të re është edhe Saturni, që është planeti i karmave. Arsyeja që është i rëndësishëm në këtë moment është sepse është i vendosur tek shenja e dashurisë, domethënë fillime të reja, dhe ka një kënd negativ me këtë hënë të re. Dhe pak më tepër vazhdojmë që të jemi edhe në numrat e hënës së plotë që ishte vendosur tek shenja e Vricjavut, që ishte në drejtimin e këtij planeti, pra, shkurtimisht nëse themi temën që do të prek ky planet. Në përgjithësi do të nxjerr shumë në skenë
individ, persona të cilët përdorin fen, besimin, ideologjit në disa raste për biznes ose për të pasur përfitime të veta personale. Pra, këta persona mund të kërkojnë favore në një farë mënyrë për të shkelur ose për të ndryshuar ligjin ose për ta përshtatur në bazë të tyre. Të gjitha këto mund të krijojnë një dinamikë vërtet shumë problematike brenda shoqërisë normale që duke qenë se do të dalin në sipërfaqe, ekziston mundësia shumë më e madhe që falë kësaj të perceptohen dhe të mund të merren masa edhe kundrejt tyre. Por kjo vërtet që kërkon një bashkëpunim shumë të madh të gjithë popullatës. Në qoftë se bëhet fjalë për një zonë të caktuar të gjithë zonës, ose në qoftë se bëhet fjalë për familjet, që kjo mund të jetë tema më e rëndësishme që do të preket, do të kërkohet bashkëpunimi të gjithë familjarëve. Dhe ndër ndikimet e rëndësishme që ka kjo hënë e re, njërë si fillim kemi një harmoni me natyrën, pra njeriu pak a shumë i rikthehet natyrës në këtë rast. Por në të njëjtën kohë mund të thotë edhe prishje e relatave ose ambientit brenda shoqërisë. Kjo ndodh vetëm kur kërkesat janë të pakuptimta, pra kur kërkohet shumë nga një person i caktuar ose nga një grup i caktuar. Normale që kjo nxjerr në skenë shumë më tepër dinamikat problematike ato që janë toksike. Pra pak a shumë na i fut në sy, dhe na detyron që të zgjedhim ato ose të paktën të zgjedhim anën tonë. Një ndër gjëra që shton në mënyrë të dukshme kjo hënë e re është edhe dashuria që kemi për dijen, në përgjithësi për diturinë, për shkencën, për informacionin. Është një ndikim vërtet shumë i bukur për mendimin tim, sepse të gjithë kemi nevojë që të marrim sa më tepër informacion që të njohim veten tonë ose që të njohim rrugën në të cilën duhet të ndjekim në mënyrë që ne të arrijmë potencialin tonë. Na detyron në një farë mënyrë që të përqasemi shumë më tepër me versionin tonë më të lartë, pra me qenien tonë më të lartë. Kjo është një ndër ndikime më pozitive, por normale kur ndërkohë që ndodhin të gjitha këto, mund të bëhet pak e lodhshme, problematike, sidomos për personat të cilët nuk janë ende gati që të ndryshojnë. Këtë e thash edhe në fillim, duke qenë se në këto momente kemi ndarjen, dualizimin përsëri të tokës. Një nga dinamikat që mund të bëhet shumë domethënëse ose simboli i periudhës ku jetojmë në këto momente është ripërjetimi i historisë së Cezarit, pra ngrënia e thikës mbrapa shpine, tradhtia pra e udhëheqësve që mund t'i bëjnë njëri tjetrit në këtë rast. Kjo normale që mund të bëhet kundrejt figurave që janë diktatoriale, por do ketë disa shtresa, pra personat të cilët e bëjnë këtë si veprim nuk mund të them që do të jenë persona vërtet shumë të shëndetshëm, duke qenë se do të marrin përsëri trajtën e personit të cilët kanë hequr nga detyrat në një farë mënyrë. Siredhoj, duhet të jemi të matur edhe në përqafimin e liderëve të rinj që po vinë në këto momente, që po shfaqen në këto momente në atmosferë. Kjo është një periudhë në të cilën duhet vazhdojmë që të vërtetojmë që të zgjidhim formën tonë përfundimtare nuk është shumë e këshillueshme, sepse siç e thash, duhet të kemi të gjitha elementet në dorë një herë përpara se të vendosim. Përgjegjësia vetme që ne kemi, të jemi të vetëdijshëm për veten tonë. Pas kësaj për familjen tonë dhe pas kësaj do të vinë të gjitha tematikat e tjera. Pra, si fillim duhet jemi të përgjegjshëm 100% në lidhje me veten tonë, që ne po veprojmë në mënyrën e duhur, që po i kalojmë gjithçka në filtrin e logjikës, dhe që kjo logjikë është e shëndetshme mbi të gjitha. Një ndër temat e cila ishte pak problematike është kjo hënë e re mund të sjellë edhe një farë depresioni. Një depresion i cili në të vërtetë vjen si rrjedhoj e egoizmit, pra në qoftë se ajo çfarë ne kemi kërkuar nga ambienti nuk është realizuar, mund të thotë kemi krijuar një farë depresioni. Si rrjedhoj persona që mund të preken pak më tepër nga kjo si tematik mund të jenë adoleshentët. Kemi një ndikim vërtet shumë të rëndësishëm sepse mund të kemi dhe shtimin e problemeve psikologjike dhe fal këtyre mund të kemi dhe marrjen e masave drastike. Prandaj dhe duhet të jemi vërtet shumë të vëmendshëm në mënyrë se si trajtojmë të rinjt tanë. Duhet të mundohemi që të kuptojmë se çfarë është teka dhe çfarë është e vërteta e tyre, ose ku e kanë problemin në të vërtetë, ku kërkojnë mbështetje ata prej nesh. Duke qenë se një ndër ndikimet që kishte kjo hënë e re ishte edhe shmangja e realitetit ose frikë nga realiteti dhe si rrjedhoi shmangje e tij hyllen në vetvete. Kjo mund të shkaktojë edhe vdekje të parakohshme në disa raste, pra mund të kemi edhe vetvrasje. Është e vlefshme për pothuajse të gjitha grup moshat, por siç e përsëris pjesa e adoleshencës duket pak më e prekur dhe jo vetëm adoleshentët, edhe fëmijët për fat të keq. Prandaj të gjitha problemet aktuale sociale duhet i marrim shumë seriozisht. Një ndër problemet e cila mund të bëhet vërtet shkak është edhe besimi, sidomos imponimi i besimit brenda familjeve. Duket se është një ndër shkaqet
cili mund ta aktivizojë këtë problem që vjen nga kjo hënëre. Për sa i përket shëndetit, duke qenë se po ndodh tek shenja kafores, automatikisht kemi të prekur dy zona shumë të rëndësishme, që është ajo stomaku për sistemi të tretës në përgjithësi, por më tepër stomaku, si dhe pjesa e kraharorit ose gjoksi. Për këtë arsye mund të kemi dhimbje këtu, mund të kemi probleme me tretjen e ushqimit, si dhe mund të kemi edhe probleme në lidhje me konsumin në përgjithësi. Kjo mund të thotë që ushqimet vetë mund të jenë problematike. Nga ana tjetër mund të kemi edhe ndikime për sa i përket dhëmbëve, sidomos dhëmballëve, infeksione këtu dhe veshëve. Të gjitha këto janë probleme të cilat duhen marrë parasysh, në qoftë se keni dhimbje në këto lloj pikash, do të këshilloj patjetër që të shkoni te doktori, është diçka që duhet marrë vërtet shumë seriozisht, sepse siç përsëris disa herë, ky është fillimi i një jete të re, një mënyre të re jetese, dhe duhet edhe gjatë kësaj jetese të re që po ndërtojmë, mënyre të re jetese që po ndërtojmë, të marrim seriozisht edhe shëndetin tonë. Trupi jonë është tempull, duhet fillojmë të trajtojmë si të tillë. Kjo hënëre mund të shënojë edhe fillimin të rritjes së figurës së gruas ose fuqizimit të saj. Kemi edhe mitin e humbjes së fëmijës ose nënës e cila qanë për fëmijën e saj. Pra fuqizimi i figurës së femrës vjen si rrëdhoi një fatkeqësie të madhe dhe një rebelimin kundër sistemit, i cili mund të ketë mbajtur të dobët ose të nënshtruar, dhe fal kësaj, ose si rezultati gjithë kësaj peripecie, mund të shndërrohet në një figurë e cila ka një autoritet pothuajse të plot, i dëgjohet fjala dhe mbi të gjitha është shumë herë e vetëdijshme. Por një nga efektet anësore ose rrisjet që përmban kjo si aktivizim është edhe humbja e mëshirës, dashamirësisë, dhe mund të shndërrohet edhe në një figurë vërtet shumë hakmarrëse. Kjo është në thirrje të vërtet që bëhet të gjitha femrave. Nuk do të harrojmë që ne jemi burimi i jetës. Dhe e vetmja mënyrë që jeta mundet të ekzistojë është nëpërmjet dashurisë. Prandaj edhe në momentin që ne harrojmë këtë, edhe jeta nuk ekziston. Për sa i përket ambientit dhe natyrës, kjo hënëre mund të kishte edhe disa aksidente ose lloje incidentesh të cilat ishin pak problematike, por edhe pak të pashmangshme. Kemi probleme të cilat mund të vinë nga qielli. Kjo jo drejt për së drejti probleme me atmosferën, pra ndryshimet klimaterike. Mund të kemi probleme të rënies ose të rrëzimit të trupave qiellor. Këto mund të jenë edhe asteroide, por mund të jenë edhe satelit, të cilat të rrëzojnë ose bien në zona të cilat ne nxjerrim, prej të cilave ne nxjerrim edhe karburant ose petrol. Dhe mund të bien edhe në burimet të ujrave. Kjo është një ndër temat e cilat është pak më problematike, por siç e thash, nuk është se kemi gjë në dorë në të vërtetë, është jashtë kontrollit. Por si rrjedhoi kësa, mund të kemi problemin e rritjes përsëri të çmimeve të naftës, po ashtu mund të kemi edhe rritjen e çmimeve të ushqimeve. Të marrim masa në lidhje me këtë temë, normale që është domosdoshme, tashmë e dim të gjithë, kemi edhe një problem shumë të rëndësishëm, vazhdimin e problemit që ka të bëjë me tokat, ndarjen e tokave. Këtu vazhdojmë që të kemi armiqësi brenda familjeve, si dhe tashmë pak a shumë marrjen e trajtës përfundimtare të kësaj. Në qoftë se ne bjem prej agresionit, normalisht mund të kemi agresion shumë të lartë brenda familjeve dhe mund të kemi edhe arritjen edhe në një dhomë të rëndësishme, ndërkohë që nga ana tjetër nëse jemi të qetë, i diskutojmë hapur gjërat, mund të kemi edhe një zgjidhje përfundimtare dhe paqësore në këtë rast. Të dyja janë pak a shumë 50% është komplet në varësi të individit, pra se çfarë vendosim. Ajo çfarë nuk është 50% që është 100% është që duhet të jemi shumë të vëmendshëm në lidhje me tokat bujqësore. Probleme këtu mund të vijnë re, por kemi edhe zgjidhje. Zgjidhja vjen duke implementuar teknologjinë. Kjo do të thotë që në momentin që ne nuk implementojmë teknologjinë edhe në bujqësi, do të thotë që do të kemi probleme. Nga ana tjetër, në qoftë se ne nuk përdorim frymën e kolektivit brenda kësaj teme, pra bujqësisë, edhe këtu do të kemi probleme. Pra, të bashkëpunojmë me njëri tjetrin është shumë e rëndësishme nëse duam që të gjejmë zgjidhje. Zgjidhja nuk vjen më nga të tjerë, vjen prej nesh. Mënyra se si mund ta bëjmë këtë është duke folur, duke komunikuar në mënyrë të shëndetshme me njëri tjetrin. Kjo do të gjejë shumë rrugë zgjidhje, të cilat në të vërtetë mund të jenë shumë të thjeshta, por thjesht neve nuk na kanë ardhur në mendje, sepse jo gjithçka mundemi ta mendojmë ose ta perceptojmë. Në lidhje me mjekësinë, kjo është një hënëre e cila ka ndryshime, por vazhdojmë që të jemi në periudhën ku nuk është e vëmë re drejt për së drejti, duke qenë se aplikimi në masa është në një kohë shumë të largët. Këtu
është një ndër ndikimet që ka kjo hënare, pra siç përsëris disa herë, duke qenë se ndikimet e saj do të vazhdojmë që të ndijmë edhe më vonë. Ky janë thjesht hapat e para që hedhim, gjithsesi ndikimet janë të rëndësishme ose pozitive të paktën. Duke se mund të kemi ndryshime të shumta në lidhje me mjekësinë, përdorimin e teknologjisë këtu, po ashtu dhe implementimin e disa elementeve shumë herë më të thjeshta, si për shembull në vend që të përdoren ura të tezë zgjatura, me një mënyrë shumë të thjeshtë, qoftë në mikrochipe për shembull, sepse do të fillojmë të përdoret edhe teknologjia në masë tashmë, ose shumë shpejt. Kjo mund të jetë një ndër momentet e para kur kemi fillimin e aplikimit të tyre. Dhe marrëdhëniet në çift. Këtë lash pak në fund, duke qenë se është një temë pak e interesante këtë herë. Duke qenë se është një hënare tek shenja gërforës, domethënë krijimin e familjeve, mbarimi i një strukture të vjetër dhe fillimi i diçka të re, prandaj mund të kemi vërtet shtimin e personave të cilët duan të martohen. Kishte një ndikim disi të çuditshëm kjo hënare, duke qenë se do të kemi shtimin e martesave pas moshës 35 vjeç, pra personat të cilët janë pas moshës 35 vjeç, mund të kenë përballje me personat e tyre të jetës, realizimin që tashmë duan të kryejnë një familje, dhe falë kësaj kemi edhe mundësinë për të krijuar një familje me strukturë shumë herë më ndryshe nga çfarë jemi mësuar deri në këto momente. Pra, siç e thash, është një ndryshim kolosal në këto momente që po ndodh. Kjo fillon që nga familja detyrimisht, dhe duke qenë se pas moshës 35 vjeç personat janë disi më të vetëdijshëm, e dinë se çfarë kërkojnë, pak a shumë nga vetja dhe nga persona përballë, mund të kemi krijimin e diçka më intelektuale, ose më të logjikshme, le të themi, një familje ose një strukturë familjare më të fuqishme. Kjo sepse është e çfeshur nga sentimentaliteti në një farë mënyre, dhe i perceptojnë gjithçka në mënyrë pak më të logjikshme, pra kemi krijimin e një strukture e cila vjen e menduar mirë. Kjo nuk do të thënë që ndjenja nuk do të jenë brenda, do të thotë thjesht do të jetë një lloj strukture e re, e cila siç përsëris disa herë, është e bazuar më tepër tek intelekti, tek mendimi ose tek logjika, sesa ç'është ndjenja, siç mund të ishte për shembull tek ato që janë të mosha më të reja. Për sa i përket natyrës, vazhdojmë që të jemi në periudhën ku mund të përballemi me tërmete, kjo është një ndër ndikimet më të rëndësishme. Tashmë nuk është se kemi një zonë të caktuar, vërtet që të gjitha vendet janë të ndikuara. Vërtet që të gjitha vendet janë të ndikuara, pra duhet të jemi të gjithë të vëmendshëm. Nëse dimë që shtëpia jonë nuk është e shëndetshme, duhet ta rregullojmë atë. Gjatë kësaj hëne të re, elementi i zjarrit vazhdon që të jetë i lartë, pak më tepër që kemi një element toke të ulët. Kjo do të thonë që mund të vazhdojmë që të kemi probleme me zjarret, dhe në të njëjtën kohë duhet të vazhdojmë ose duhet të jemi të përgjegjshëm dhe në të njëjtën kohë ne mund të kemi problem për një disbalancim brenda trupit, të cilin mund ta kemi pak më të thjesht ta mënjanojmë ose të mos e ndiejmë më shumë, dhe qoftë se thjesht të gëzohemi. Mënyra më e thjeshtë mund të bëjmë këtë gëzimin është të ecim zbathur në natyrë, ose nëse nuk kemi mundësi ta bëjmë këtë, mund edhe të fusim këmbët në ujë me krip. Analogjia e kësaj hëne të re, pra ndikimi më i rëndësishëm, moral i fabulës, le të themi, është futemi në një fazë të re, fillimi i ciklit të ri, një periudhë ku ose ndërtimi i një jete e cila është shumë më e shëndetshme, që në të vërtetë na sjell fat, por këtë na i sjell me një kurth që duhet të dimë se çfarë duhet të lëmë mbrapa, pra çfarë duhet të sakrifikojmë. Është e vendosur tek një yll fiks ose ascendenti i kësaj hëne të re, është e vendosur tek një yll fiks i cili reprezenton një mbretëresh e cila sakrifikon flokët e saj në mënyrë që bashkëshorti i saj të kthehet shëndoshë mirë. Në momentin që ne dimë se çfarë të lëmë mbrapa, pra dimë se çfarë të sakrifikojmë, e kemi shumë më të thjeshtë që të jemi të lumtur. Do të mund të ndërtojmë edhe jetën tonë në themele të cilat janë shumë më të shëndetshme. Dhe po kalojmë më njëherë tek shenjat. Për shenjën e dashit kemi një ndikim të rëndësishëm, duke qenë se për shenjën e dashit ndikimi më i rëndësishëm është ai i familjes, kriza që mund të krijohet tek familja ose dinamikat të cilat ndryshojnë brenda grupit të saj. Këtu shenja e dashit e ka pak më të thjeshtë për ta menaxhuar, duke qenë se gjithçka në këtë moment po vjen gradualisht në jetën e tyre. Pika ku e ka të vështirë është se ka një durim i cili tashmë po vjen duke sosur. Kemi një Saturn i cili është i ngatërsuar, do të kalojë shumë shpejt në retrograd dhe gjatë kësaj hëne të re kjo ka filluar që të ndihet. Kemi një ndryshim të
mënyrë se si ne duam të trajtojmë veten tonë, mund të kemi pak më tepër nevojë të shplodhemi, të fokusohemi tek mirëqenia jonë shpirtërore, personale, dhe kjo nëse përballet me kundërshtime, normalisht mund të krijojë një kontradikt brenda familjes, në disa raste edhe me partnerët tanë. Mënyrë se si mund ta menaxhojmë shumë thjesht është që të bëjmë të ditur që është në interesin e të gjitha palëve, nëse se ju jeni të qetë dhe jeni të lumtur. Kjo normalisht mund të rikrijojë, më të themi, dinamikë të shëndetshme. Nga ana tjetër, ju jep një mundësi shumë të rëndësishme kjo hënëre të kuptoni veten nëse dëshironi që të jeni apo mos jeni brenda dinamikave aktuale. Këtu nuk bëhet fjalë thjesht për dinamikat familjare, bëhet fjalë edhe për marrëdhënie në çift, bëhet fjalë edhe në lidhje me karrierën tuaj. Në qoftë se jeni apo jeni të kënaqur në përgjithësi nga jeta juaj, është një hënë e re e cila do t'ju japë mundësi që të hidhni rrënjët ose të filloni të paktën të hapni themelët për një jetë të re. Do të vi shumë gradualisht ndërtimi i saj. Në këtë moment thjesht po piketojmë se cili është vendi ku ne duam të ndërtojmë pak a shumë, dhe ta kemi shumë të thjesht pas kësaj, kur ti kemi të gjitha elementet në duart tonë, që të fillojmë të ndërtojmë atë çfarë ne dëshirojmë. Nëse diçka në këtë moment në jetën tuaj, çfarë do lloj gjëje që të jetë kjo, kërkon ndryshim, do t'i këshilloj patjetër që të filloni ta ndryshoni. Në lidhje me shëndetin, ajo që mund të bëhet pak e bezdisshme, e lodhshme më të themi, është dhimbjet e kokës, që se periudha mund të jetë pak më të shtuar se zakonisht. Në këtë rast, diçka bimore do të ishte më e këshillueshme sesa ilaçe të mirëfillta. Dhe shenja e demit, por shenja e demit kjo hënëre ka një ndikim shumë të rëndësishëm që ka të bëjë me marrëdhënie familjare, por këtu bëhet më tepër fjalë në marrëdhënie që kemi me vëllezërit, me motrat, apo me personat tanë të cilët konsiderojmë pak a shumë si familje, pra miqtë tanë që i konsiderojmë si familje. Këtu mund të kemi ndryshime në dinamikat brenda tyre, nga ana tjetër është edhe shenja e cila jep më tepër udhëtime kjo hënëre. Këto udhëtime në përgjithësi janë të shkurtra, por mund të jenë edhe në lidhje me trajnime, me edukimin. Ju bën vërtet shumë mirë, më duhet ta nënvizoj. Është një hënëre e cila për shëndetimin, domethënë fat, një farë shërimi. I vetmi problem që mund të sjell kjo hënëre tek ju, ose gjitha këto udhëtime që mund të ndodhin tek ju, do të jenë probleme me fytyn, infeksione, sidomos të cilat mund të vinë re këtu. Kjo më tepër normal që vjen nga ndryshimi i klimës ose në disa raste edhe probleme që shkakton vapa, pra kondicioneri mund të jetë një prej tyre. Gjithsesi, kemi një ndryshim të mënyrës se si ju komunikoni, e keni pak më të shëndetshme, pak s'kësaj, sepse arrini që të kuptoni se ku keni dëmtuar veten tuaj, ku keni qenë brenda dinamikave problematike. Dhe këtu nuk bëhet fjalë thjesht për marrëdhëniet që përmenda përpara, bëhet fjalë në përgjithësi, ku nuk keni shprehur, në qoftë se keni mbajtur për brenda pak a shumë gjërat në mënyrë që dinamikat aktuale të funksiononin. Tashmë kjo bëhet e pamundur, jeni të detyruar që të shprehni atë çfarë mendoni ose çfarë është e drejta, mirë të themi. Dhe fal kësaj ose si le të kësaj do të ndryshojë shumë gjëra. Këto ndryshime për ju mund të bëhen pakës të lodhshme, sepse e di që nuk e pëlqen shumë ndryshime, por janë të domosdoshme në këtë moment, nëse doni që të jeni të qetë ose nëse nuk doni që të keni probleme në jetën tuaj. Ndryshimi më i madh në të vërtetë vjen në lidhje me karrierën dhe me marrëdhëniet familjare. Ju jeni një ndër shenjat që ndikojnë më tepër në këtë aspekt. Këtu sepse fillojmë që të përzgjedhim ose që të fillojnë që të hyjnë në jetën tonë persona me të cilët ne mund të ndërtojmë familje. Për këtë arsye, e kuptoni shumë mirë nëse partneri ose partnerja aktuale është personi i duar për ta bërë këtë, nëse se jo, personat që po vinë në këtë moment e keni shumë të thjeshtë për t'i piketuar, pra nëse janë apo janë të përshtatshëm për të ndërtuar pikërisht këtë. Një lidhje e cila funksionon në afatgjat. Shenja e binjakëve. Kjo hënëre për ju shumë e rëndësishme, duke qenë se ndodh në takim me Mërkurin, pra drejtuesin tuaj, i cili në këtë moment është në retrograd. Njëti Mërkur në këtë moment është i vendosur tek një yll fiks i cili pak a shumë na detyron që të kthehemi brenda për brenda vetes. Të kuptojmë shumë mirë se cilat janë dinamikat të cilat ne na kanë dëmtuar, pra cilat janë dinamikat të cilat ne kemi mbajtur brenda vete, ne na kanë dëmtuar. Në disa raste këto mund të jenë edhe dëme materiale, prandaj dhe i rishikojmë edhe një herë të gjitha relatat tona, të gjitha marrëveshjet tona në disa raste. Dhe fal kësaj kemi mundësi që pas retrogradës së Mërkurit të fillojmë gradualisht të ndërtojmë diçka më të shëndetshme. Kjo na jep një sukses pothuajse automatik.
si në lidhje me karrierën, po ashtu dhe në lidhje me marrëdhëniet tona familjare, e njëjta gjë është e vlefshme dhe në marrëdhëniet tona personale, pra në marrëdhënien në çift. Vjen një ndër shenjat e cila e indikimi që përmenda në fillim që është martesa pas moshës 35 vjeç është më tepër e mundur, është vërtet më tepër e mundur për ju. Jeni persona më tepër këmbë në tokë dhe fal kësaj arrini që të ndërtoni një familje e cila është pikërisht ashtu me dinamika shumë të shëndetshme, më të logjikshme dhe të cilat faktikisht i bëjnë mballë të gjitha problemeve që përpara jetës, sepse i keni menduar shpesh herë këto lloj tematikash dhe keni edhe shumë informacione mbi të gjitha. Nëse mund të na sjell disa zhgënjime, sepse na detyron të përballemi me dinamikat problematike pasi që thash përpara. Përfundimi është vërtet fillimi i projekteve të cilat janë vërtet shumë fitimpruese dhe ky fitim nuk do të thënë thjesht në anën materiale, vërtet që do të fitoni persona që ju mbështesin më tepër, fitoni lidhje, marrëdhënie të cilat bëhen vërtet shumë të rëndësishme në jetën tuaj, persona tek të cilët mund të ktheheni ose të mbështesni kur edhe në momente krize, sepse tema që ndikon më tepër kjo honore është krijimi i një vlere të re. Kjo vlerë është komplet e pasuar tek vetë vlerësimi juaj, pra çfarë vlerë ju jepni vetes tuaj. Dhe në momentin që kjo është e lartë, automatikisht edhe ajo çfarë merrni nga ambienti që ju rrethon është po ashtu e lartë. Shenja e gafores, kjo është një re tek shenja juaj. Mbrojtja është shumë e madhe, më duhet të analizoj që në fillim, ka sjell shumë probleme ose rihap shumë probleme në jetën tuaj. Mund të ketë rihapin e tematikave familjare, ndarjes së pronave, po ashtu edhe rikthimin e ish partnerëve, e një të gjithë të vlefshme dhe të personave të cilët ju kanë lënduar në një mënyrë ose në një tjetër. Të gjitha këto janë pak a shumë për të testuar, por siç e thash keni një mbrojtje vërtet shumë të madhe. Pavarësisht se çfarë po mundohen që të bëjnë njerëzit rreth rrotull, ju kuptoni shumë mirë, keni një intuit shumë të lartë në këtë moment, e cila ju mbron automatikisht, sepse nuk zgjidhni rrugën e gabuar, pra zgjidhni rrugën e drejtë. Në disa raste, ju duhet të qëndroni, të mirëmbani atë çfarë keni ndërtuar në këtë momente, dhe ky është pikërisht ai moment. Duhet të marrim, të kemi durimin që të marrim të gjitha elementet, të gjitha informacionet në mënyrë që të mund të ndërtojmë gradualisht pas retrogradës së Mërkurit, por kjo hënëre vërtet që në hap syt. Të gjitha ato gjërat që ishin të pavendosura që mund të kemi pasur pak a shumë rromuj rreth rrotull dhe nuk dimë se ku t'i vendosim gjërat, kjo hënëre i vend në vendin e tyre. Na sqaron, na i ve trut në vend, le të themi, na i tregon fotografinë të plotë dhe fal kësaj kemi edhe mundësi që ne të ndërtojmë në bazë të kësaj skice të re që është krijuar në mendjen tonë. Ndryshime më të mëdha tek shenja e gafores vijnë në lidhje me karrierën. Këtu gjithçka nëse ka qenë pak e ngadalësuar deri në këtë moment, kuptoni se pse ka qenë e ngadalësuar dhe keni mundësi që të ndërtoni ose të rregulloni në bazë të saj. Ndërkohë që nga ana tjetër pika ku bëhet një ndërmbështetje e më të mëdha në këtë momente janë marrëdhëniet të cilat vijnë nga edukimi, që do të thotë mund të jenë profesorët tuaj apo shoqëria e shkollës. Këta janë persona që vërtet mund të mbështesin ose mund të japin perspektivë më të gjeritjeve tuaja dhe fal kësaj mund të ndërtoni edhe projektet që keni aktualisht në mendje. Normal që është retrograda e Mërkurit, vazhdojmë që të jemi gjatë saj dhe pak më tepër që edhe Saturni është i ngadalësuar në këto momente. Arsyet që janë këto është se duhet t'i mbrojtojmë mirë gjërat, duhet jemi në pritje pra që t'i marrim të gjitha elementet. Siç e thash, kjo hënëre një ndikim më të rëndësishme këtë kishte, por duke qenë se do të vazhdoj që t'i hoj ndikimet e saj edhe në të ardhmen, duhet të jemi të vëmendshëm që të hap ta hedhim të sigurt. Pra kjo kam tepër rëndësi të jemi të sigurt pra që hedhim se sa të jemi të përshpejtuar. Këtë po e them pak më tepër tek shenja e gafores, duke qenë se hëna është e përshpejtuar gjatë kësaj hëne të re dhe si edhe mund të kemi në instinktin që të veprojmë shpejt e shpejt. Pak shumë të zgjidhim punë, por në këto momente nuk kemi nevojë të zgjidhim punë. Në këto momente kemi nevojë që të mbrojtojmë, të marrim të gjitha informacionet në mënyrë që të mund të ndërtojmë më shëndetshëm dhe jo shpejt. Është edhe kjo një nga shenjat e cilat ose ndikojnë në lidhje me marrëdhëniet personale, sepse mund të kemi perceptimin e lidhjeve në mënyrë ndryshe tashmë. Dhe mbi të gjitha, duhet të qëndrojmë larg viktimizimit për brenda familjave, marrëdhënie familjare, nëse e bëjmë këtë për qëndrojmë larg viktimizimit, kemi aftësi dhe mundësi për të ndërtuar diçka shumë më të shëndetshme, lidhje relate të cilat i rezistojnë kohës dhe janë ashtu siç duhet të jenë, pra. Plus diçka tjetër nëse ju duhet diçka kërkojnë. Shenja e luanit, kjo është në një hënëre e cila ndodh në subkonsciencën tuaj. Pra, kemi një rilind, ose një lindje të një identiteti të ri, i cili do të kurorzohet ose do të marrë trajtën e fundit, më të themi, që atë eklipsit që do të jetë tek shenja juaj datën 12 gusht.
Është një hap shumë i rëndësishëm, është vërtet shumë i rëndësishëm ky si moment, duke qenë se duhet të përzitni mirë gjërat të cilat janë të shëndetshme për ju. Prandaj dhe në këto momente mund të përballeni me shumë frikra, fobi, dinamika problematike, trauma të shkuarës, si dhe problemet të cilat të kanë rënduar në mënyrë të dukshme në ndërgjegjjen tuaj apo në anën tuaj psikologjike. E vetmja mënyrë që keni për t'i zgjidhur këto si çështje është që t'i merrni parasysh, t'i pranoni që ekzistojnë dhe t'i gjeni një zgjidhje. Kjo zgjidhje do të vi shumë graduale, pra mund të bëhet pak e lodhshme për këtë arsye, por është ajo çfarë duhet të bërë. Nëse i merrni me qetësi dhe një nga një prej përtypni, do ta kuptoni që gjithçka është shumë më e thjeshtë. Keni një ndihmë shumë të madhe që vjen pothuajse nga gjithkush rreth rrotull në këto momente, por ju duhet jeni vetë si fillim të aftë për të pranuar të çfarë po ndjeni për në brenda vetes tuaj, për anën tuaj të errët pak a shumë. Në momentin që e bëni këtë, keni një rritje kolosale të intuitës dhe kjo intuit ju shkon pikërisht tek marrëdhëniet të cilat janë të shëndetshme për ju. Ju detyron që të mbyllni marrëdhëniet të cilat janë toksike, por në mënyrë që të mbyllni ato duhet pranoni edhe ju përgjegjësinë që keni mbajtur brenda këtyre marrëdhënieve. Nga ana tjetër, kemi një ndryshim kolosal në mënyrë se si funksionon jeta juaj në këto momente. Kjo ka të bëjë edhe në marrëdhëniet familjare, brenda shtëpisë, po ashtu edhe në lidhje me karrierën tuaj. Tek karriera juaj, ju bëni persona të cilat keni një farë autoriteti sepse dihet që keni eksperiencë. Pra dihet që i keni zgjidhur përpara kësaj gjëre, prandaj do mbani si ekspert të fushës tuaj. Për sa përket çështjeve sentimentale, në këtë pikë kemi një ndikim shumë të rëndësishëm, sidomos për persona që nuk janë brenda një lidhje dhe janë pas moshës 35 vjeç, vërtet që mund të prezantoheni nëpërmjet shoqërisë tuaj me personin tuaj të jetës. Shenja e Virgjëreshës, për ju kjo hënëri do të thonë ndryshime totale, kolosale në shoqëri, në vendin që zini aty, si dhe në lidhje me ëndrat dhe qëllimet tuaja këtu, sepse mund të rishikoni edhe njëra to. Pak a shumë mund të kuptoni që rruga që keni ndjekur ose ëndrat që keni vrapuar mbrapa deri në këtë moment nuk janë shumë të shëndetshme ose nuk janë shumë të përshtatshme për ju. Prandaj edhe kjo hënëri për ju do të thonë fillim pikërisht në këto tematika. Kuptoni vendin tuaj në shoqëri dhe në disa raste arrini që të kuptoni që personat me të cilët kaloni më tepër kohë nuk janë shumë të shëndetshëm, ose siç e thash nuk janë shumë të përshtatshëm tashmë për ju, sepse ju mund të keni evoluar më tepër, mund të keni ndryshuar shumë si individ. Dhe kjo hënëri ju bën që të kuptoni që ka ardhur momenti për një ndryshim, për të kaluar në fazën tjetër të jetës. Edhe ju jeni një ndryshim që mund të keni prezantime të shumta, sidomos nëse jeni një person pas moshës 35 vjeç, bëni njerëz të cilët dilni jashtë ato kufizimeve që i keni vënë vetes në të vërtetë dhe filloni që ta përjetoni jetën tashmë më ndryshe. Fokusoni tek gjërat të cilat janë pak më të thjeshta për të bërë, të cilat japin pak më tepër satisfaksion kur i bëni. Prandaj dhe jeta juaj është në diçka pak më të thjeshtë. Aplikimet e reja ose fillimi i aplikimeve të projekteve të reja, normal që këshillohet pas retrogradës së Mërkurit, por në këto momente nuk shikoj asnjë arsye për të mos filluar për të planifikuar. Madje mund të them që është një ndër momentet ideale sepse fillojmë të marrim ose hyn në jetën tonë shumë persona të rinj ose shumë informacione se si ne mund ta zhvillojmë veten tonë. Këtu ka të bëjë në lidhje me karrierën, ka të bëjë në lidhje edhe me biznese, sidomos ku mund të bëhen ose të shndrohen në biznese shumë të përfitimpruese. Hënëri tek shenja e Gaforës për ju domethënë një farë shërimi sepse vjen bashkë me pajtimin me veten tuaj. Bëheni pak më autentik fal kësaj hënë të re. Pra pranoni veten tuaj ashtu siç jeni dhe për këtë arsye keni më tepër kohë dhe mundësi për të zhvilluar jetën ashtu siç ju e dëshironi dhe e meritoni në të vërtetë. Kemi ndryshime normalisht edhe për sa përket marrëdhënieve familjare, duke qenë se kjo është një ndër temat më të rëndësishme të kësaj hëne të re. Por ju në përgjithësi ka një ndryshim në mënyrë më të vetëdijshme dhe arrini që të ndërtoni këto relata më thjesht se të gjitha shenjat e tjera, duke qenë se edhe Venusi në këtë moment është i vendosur tek shenja juaj, pavarësisht se ka një kënd negativ me Uranin. Kjo faktikisht ju bën ju më të mprehtë. Prandaj arrini që të perceptoni probleme më shpejt dhe si rretoj të gjeni dhe zgjidhje më shpejt. Shenja e Peshorës, kjo hënëre e ka ascendentin tek shenja juaj. Dhe për ju domethënë perceptimi i botës në aspektin ku duhet të sakrifikoni dhe ku duhet të kërkoni. Ku keni sakrifikuar pa vend në të shkuarën dhe ku keni sakrifikuar me vend, ose ku keni investuar me vend, më mirë të themi.
Si rrethoj, jeta juaj pas sehën e tyre bëhet shumë më e thjeshtë. Keni një mbrojtje shumë të madhe për sa i përket marrëdhënieve familjare. Nëse deri në këto momente këto marrëdhënie mund të kenë qenë të sforcuara, nëse kemi pasur një nxehje të gjakrave, dhe sidomos nëse kjo ka ndodhur pa kuptim, thjesht zënkat të cilët janë shndruar në sherrë, kjo hënëre i qetëson në mënyrë të dukshme këto. Jetë pak a shumë një ujë të ftohtë. Ju kuptoni shumë mirë se si mund të shndroni këto në marrëdhënie të cilat janë më thjesht për të mirëmbajtur, prandaj dhe janë më të suksesshme. Nga ana tjetër, kjo hënëre për ju domethënë vërtet sukses shumë i madh në karrierë. Kjo ju sjell të ardhur materiale vërtet shumë të mira, të cilat më duhet të them do të fillojnë të ndjeni pas muajit shtator tutje më tepër, sepse ndikimet e kësaj hënë të re, siç e thash, do të vazhdojmë që të ndijemi, është thjesht fillimi në këto momente, por ky fillim është shumë i rëndësishëm, duhet të jeni hapa të sigurt, ose më të themi, duhet të ndërtoni një themel shumë të fuqishëm ose shumë të shëndetshëm në këto momente. Nëse merrni propozime për të ndryshuar vendin tuaj të punës, do të këshilloj me ngulm që ti merrni parasysh. Të marrin vendime gjatë retrogradës së Merkurit normale që nuk këshillohet, por të vërtetojmë në këto momente është shumë e rëndësishme, sepse këto mund të jenë vërtet vendet ku ne gjejmë veten tonë, pra karriera ku ne gjejmë veten tonë, vendi punës ku ne gjejmë veten tonë. Prandaj edhe detyrimisht do të këshilloj që ti merrni parasysh. Këto ndryshime normalisht mund të vinë edhe me shtimin e përgjegjësive. Si rrethoj, do t'ju duhet që të kërkoni ndihmë nga partnerët tuaj në mënyrë që të mirëmbani balancat brenda familjes. Dhe shenja e Akrepit, kjo hënëre për ju është një ndër hënët e reja më të rëndësishme. Duke qenë se ndikon edhe në çështjet që kanë të bëjnë me besimin, pra na detyron që të dalim jashtë kushtëzimeve tona, fanatizmave tona, dhe sidomos në qoftë se kemi ndonjë brenda disa dinamikave thjesht sepse këto kanë qenë të implementuara që në familjen tonë, apo kanë qenë si rrethoj e besimeve tona, në këto momente jemi të detyruar që t'i pranojmë që këto janë thjesht kushtëzime, janë të pashëndetshme dhe të dalim jashtë tyre. Por fakt kësaj kemi edhe një zgjerim vërtet shumë të madh të horizontit. Kjo hënëre shenja e Akrepit e detyron që të udhëtoj si brenda vetes, po edhe vërtet në botë, në udhëtim literar. Prandaj është një nga shenjat që mund të ndikohet shumë herë më tepër se të gjitha të tjerat në lidhje me problemet që shkakton udhëtimet e shumta që janë në këtë rast ndryshimet e klimave apo edhe të vapës, duke qenë se në këto momente përdoren shumë më tepër kondicionerët. Kjo të shenja e Akrepit mund të thotë vërtet probleme të fuqishme në fyt dhe mund të thotë probleme edhe me rrugët e frymarrjes, e njëjta gjë është e vlefshme edhe në lidhje me infeksionet të cilat mund të shtohen shumë më tepër. Këtu më duhet ta nënvizoj, kjo ndryshe nga çfarë mund të jeni mësuar, mund të shkaktojë dhimbje shumë të fuqishme në kokë, ose mund të shkaktojë edhe temperaturë të lartë. Prandaj duhet të merrni patjetër masa përpara se të udhëtoni. Në momentin që e bëni këtë, keni shumë më të thjeshtë, ose që pak a shumë të mundoheni që ta përshtasni trupin kur dilni nga një ambient në tjetër. Ndërkohë që për sa i përket marrëdhënieve sentimentale, është një nga shenjat e cila në këto momente po gjen veten e tij, shenja e Akrepit. Është në një ndër fazat ku kupton se çfarë dëshiron që të bëjë me veten e tij. Prandaj dhe kemi shumë persona që hyjnë në këto momente në jetën tuaj. Këta mund të jenë persona që mund të duan të ndërtojnë një lidhje, prandaj dhe mund të keni propozime, por nga ana tjetër kemi hyrjen edhe në jetën tuaj të personave të cilët pak a shumë kemi menduar se janë të përshtatshëm për të ndërtuar diçka, por arrim që të kuptojmë që ndoshta ajo çfarë ne kemi imagjinuar nuk është shumë e përshtatshme me realitetin tonë aktual. Po them në këtë mënyrë, kemi një ndryshim të perceptimit të imazhit që duhet të ketë partneri jonë ideal. Prandaj do të kemi edhe në të ardhmen krijimin e disa dinamikave ose marrëdhënieve shumë më ndryshe nga çfarë është mësuar për shenja e Akrepit. Në lidhje me karrierën, kjo hënëre sjell fat në të vërtetë, të marrë një ndihmë vërtet shumë të madhe nga pothuajse të gjithë në sistemin e përgjithësi. Të gjitha projektet në këto momente duhet t'i sillim në fazën e tyre finale, pra duhet t'i perfeksionojmë sepse ka ardhur momenti që do t'i vëmë në jetë. Ky është më njëherë pas retrogradës së Merkurit, po në veçantë edhe një herë. Për shëndetin e shëgjetarit, kjo hënëre do të thonë rihapje e cikleve karmike, prandaj dhe mund të kemi shumë komunikime që vijnë nga personat e të shkuarës. Këta mund të jenë personat të cilët i kemi mbyllur marrëdhënie, pra mund të jenë ish partner, mund të jenë persona me të cilët kemi kaluar një farë periudhë të jetës tonë, e të tjerë. Të gjitha këto në të vërtetë janë testime, sepse i kemi kaluar këtë sifazë, shenja e shëgjetarit e kaloi këtë sifazë. Gjatë gjithë periudhës së Jupiterit të vendos tek shenja e Gafores, u testua ose i pa nëse ishte apo ishte në një relatë të shëndetshme.
Dhe tashmë të gjitha këto pak a shumë do të mbyllen përfundimisht. Kjo është një hënëri e cila do t'i jehojë edhe në të ardhmen, dhe ajo çfarë ne kemi kuptuar, mësimit që kemi marrë pra, do të arrijmë që ta aplikojmë edhe për një periudhë shumë të gjatë në të ardhmen. Fakt kësaj kemi aftësinë që shenja e shigjetarët të ndërtojnë marrëdhënie shumë më të shëndetshme tashmë. Relata ose marrëdhënie të cilat e ndihmojnë që të ecë përpara, të bëni person i suksesshëm dhe jo persona që e mbajnë mbrapa. Kemi bashkëpunime për këtë arsye, do të kemi mirë të themi me njëherë pas retrogradës së Mërkurit, dhe kjo hënëri do të thënë pikërisht hyrje në jetën tonë të këtyre personave, ose në disa raste mund të kemi edhe ne vetë ide në lidhje me projektet që duan të ndërtojnë në të ardhmen. Personat të cilët do të na ngelen, ose njerëzit, relatat, dinamikat të cilat do të na ngelen në jetën tonë, në përgjithësi do të jenë dinamikat të cilat na ndihmojnë që të jemi të suksesshëm. Kalimi i Jupiterit që ishte në datën 30 qershor tek shenja e Luanit për shenjën e shigjetarët do të thënë një fat vërtet shumë i madh, duke qenë se e detyron atë që të jetë më i gjerë si individ, të zgjerohet edhe më tepër të themi. Kemi shumë mundësi për të realizuar edhe këto projekte që ne po mendojmë ose që po projektojmë në këto momente, atë çfarë ne po projektojmë në këto momente. Përsa përket çështjeve sentimentale, shenja e shigjetarit ka një ndikim pozitiv, sidomos për lidhjet aktuale, duke qenë se kemi krijimin e trajte të re të lidhjeve në këto momente, shërimin e tematikave problematike dhe përforcimin e tyre, ndërkohë që për gjithë personat të cilët nuk janë brenda një lidhje ose që janë pak a shumë në fazën e ndarjes, kjo hënëri do të thënë pikërisht përfundimin e asaj çfarë ka qenë të shkuar. Si kredoj, persona të cilët dëshirojnë që të krijojnë një lidhje të re, mund të kenë dhe shumë persona të rinj që hyjnë në këtë moment në jetën e tyre, ndërkohë që për gjithë personat që janë brenda një lidhje sentimentale problematike, kjo hënëri do të thënë mbarimi i tyre. Kemi edhe një temë që ka të bëjë në lidhje me gjyqet. Këtu do të thënë drejtësi. Nëse është ngrënë haku për diçka pra, dhe kjo është aktualisht në gjyq, ose ka të bëjë me drejtësi, do të thotë që merr një trajt ose kalon në një farë mënyre në avantazhin tuaj. Dhe shenja e Briciapit, duke qenë se kjo është një hënëri që ndodh përballë me ju tek shtëpia e partneriteteve, kjo automatikisht do thotë mbyllje e partneriteteve problematike dhe fillimi i një cikli të ri. Këtu do të thotë që nëse keni pasur një lidhje e cila nuk ishte funksionale, kjo hënëri nuk e lejon që të rezistojë. Në një mënyrë ose në tjetër do të mbaroj. Këtu mund të mbaroj problemi, mund të mbaroj edhe vetë kjo si lidhje, ndërkohë që për gjithë personat të cilët nuk janë të martuar, ose që nuk janë brenda një lidhje serioze, kjo hënëri do të thënë fillimi i dinamike të re. Dhe bëhet pak a shumë vetvetio, dhe bëhet në mënyrë të mbrojtur, që do të thënë nuk mund të merrni në jetën tuaj persona të cilët janë të pashëndetshëm për ju. Pak a shumë dalin në skem probleme në lidhje me mënyrën se si e trajtoni jetën, arrin që të kuptoni që jeni shumë të ndryshëm nga njëri tjetri, prandaj dhe jeni të detyruar që të ndani rrugët, ose në disa raste, në qoftë se jeni persona të cilët mundeni të bëni ballë të gjitha këtyre testimeve që nxjerr jeta, arrini që të ndërtoni një dinamikë shumë më të shëndetshme, e cila nëpërmjet bashkëpunimit arrin që të zgjidhë të gjitha problemet që tani përpara, për bëni pak a shumë power couple. E njëjta që është e vlefshme edhe në çështje që nuk kanë të bëjnë me jetën sentimentale, pra domethënë që mund të përballemi edhe me partneritete të cilat janë shumë më të shëndetshme tashmë, të cilat na bëjnë që të jemi më të suksesshëm dhe si rridoj të kemi të ardhur materiale më të mira. Personat me të cilat ne kalojmë kohën shndrohen në persona të cilët janë më produktiv, më të përshtatshëm për jetën që ne duam të ndërtojmë, si rridoj të gjithë njerëzit të cilët nuk janë shumë të përshtatshëm për jetën që ju po ndërtoni, largojnë pak a shumë vetvetiu dhe ju fokusoni shumë më tepër në ndërtimin e jetës tuaj. Në këto momente, drejtuesi juaj që është Saturni, është i ngadalësuar, që do të thënë, çdo gjë duhet ta merrni me qetësi edhe juve, sidomos marrëdhëniet familjare. Këtu, nëse se keni kontradikta, sidomos me prindërit tuaj, do të këshilloj që t'i merrni me qetësi, të mos kulni këmbë për të zgjidhur problemet nëse janë të pazgjidhshme, t'ia lini kohës, sepse kjo hënëri do t'i kenë ndikimet edhe më vonë, nëse ngulni këmbë në diçka që është e pashëndetshme, do të vijë shumë shpejt koha. Pasi ti keni të gjitha informacionet në dorë, do kuptoni që keni bërë zgjidhjen e duhur. Prandaj këshilla ime do të ishte që të lini gjërat në rrjetën e tyre. Të merrni një herë të gjitha informacionet, pastaj të vendosni.
Ju jeni një ndër shenjat që mund të ndikojnë pak më tepër në lidhje me infeksione, sidomos ato që kanë të bëjnë me infeksionet të veshur. Prandaj nëse keni dhimbje, do të këshilloj që të jeni të vëmendshëm. Dhe shenja ujorit. Shenja ujorit nga kjo hënëre ndikohet shumë tek shëndeti. Faktikisht ndikohet shumë më tepër tek shëndeti fizik. Prek shumë sistemin ton nervor, prek shumë edhe sistemin ton tretës. Kjo periudhë do të thënë që mund të jeni pak të atësaruar. Çdo gjë që dëgjoni, pak a shumë mund të atësarojë. E njëjta gjë është e vlefshme te çdo gjë që konsumoni mund të atësarojë. Këtu ndikon në mënyrë pothuajse të drejtë për drejtë edhe stomaku, ndikon në mënyrë të drejtë për drejtë edhe moralin tuaj. Prandaj do të këshilloj që të mos merrni riskun në atë çfarë konsumoni. Pra, ushqime të cilat nuk i keni provuar përpara, po e them në mënyrë të tillë, nuk do të këshilloj që në periudhë të provoni sepse stomaku juaj mund të jetë shumë më i ndjeshëm se sa zakonisht. E njëjta gjë është e vlefshme edhe me personat me të cilët shoqërohen, e njëjta gjë është e vlefshme edhe në lidhje me atë çfarë konsumoni në mënyrë digjitale. Në qoftë se ne mbajmë këtë në kontroll, mund ta kemi të thjeshtë që ta menaxhojmë situatën, sistemi jo nervor nuk lodhet as shumë dhe si rrjedhoj kemi më të thjeshtë që të fokusohemi tek gjërat që po funksionojnë. Mund ta kemi pak më të thjeshtë ose të jemi më praktik në zgjidhjen e problemeve nëse dalin ato. Për sa i përket marrëdhënieve, relatave që kemi me kolegët, këtu mund të kemi një farë zhgënjimi. Zhgënjimi vjen sepse kuptojmë që personat përballë nuk janë prezantuar ashtu siç janë në të vërtetë. Dhe kjo do të thotë që do të humbisni shumë më tepër kohë për të zgjidhur problemet që kanë shkaktuar ata, sidomos në projektet që janë të përbashkëta. Në këtë rast do t'ju këshilloj që të jeni gjak ftohtë dhe të mundoheni që të bashkëpunoni me persona që keni bashkëpunuar në të shkuarën. Kjo do të jetë një ndihmë vërtet shumë e madhe, do të zgjidhni problemet shumë më shpejt dhe madje nëpërmjet kësaj mund edhe të rikrijoni disa partneritete të cilat kanë mbaruar në të shkuarën. Këto partneritete po i përsëritet fjalë më tepër në lidhje me biznesin ose punën tek ambienti juaj punës. Në momentin që e bëni këtë, mund të keni edhe projekte vërtet shumë fitimprurse, në të ardhur materiale vërtet shumë të mira, ndërkohë që komunikimi në këto momente duhet të jetë i planifikuar në mënyrë perfekte nëse nuk doni që të keni probleme në jetën tuaj personale, duke qenë se gjuha juaj në këto momente vërtet që nuk ka kocë, mund të thoni fjalën e fundit në fillim. Dhe kjo normalisht që mund t'i gryejë këto marrëdhënie, pra mund të krijojë probleme brenda këtyre marrëdhënieve. Prandaj detyrimisht kontrollojmë atë çfarë themi, është e rëndësishme. Por ju ka shumë rëndësi edhe të jeni të kontrolluar gjatë udhëtimeve, duke qenë se këtu mund të përballeni pak më tepër me probleme në krahasim me shenjat e tjera. Sidomos në qoftë se udhëtoni me automjetin tuaj, duhet të jeni edhe më të kujdesshëm. Përsa i përket çështjeve sentimentale, shenja e ujorit ka një ndikim shumë të fuqishëm në këto momente, mund të përballeni vërtet me persona të rëndësishëm të jetës tuaj, prandaj mund të kemi fillimin e lidhjeve të reja, por duke qenë se jemi gjatë retrogradës së Mërkurit, do t'ju këshilloj që çfarë periudhë të njihni mirë njerëzit dhe ta lini fillimin e lidhjeve sentimentale pas retrogradës së Mërkurit. Shenja e peshqve. Për shenjën e peshqve, kjo hënë e re do të ndodhë tek shtëpia juaj e fatit, tek shtëpia e fillimeve të reja, prandaj edhe për ju domethënë pikërisht mbarimi të shkuarës, fillimi i dinamikave të reja. Prandaj dhe ju jeni një nga shenjat që do të përballeni vërtet me shumë mundësi për të kryer diçka sentimentale, si dhe për të kryer projekte të reja. Duhet jeni shumë përzgjedhës për këtë arsye. Njëherë si fillim do të kuptoni se çfarë dëshironi ju. Të mos jeni thjesht të udhëhequr nga pasioni, të mos jeni thjesht të udhëhequr nga dinamikat të cilat i keni mësuar përmendësh deri në këtë momente, të cilat ju kanë mbajtur të vegjël, por të fokusoni tek ajo çfarë ju bën vërtet të lumtur, tek ajo çfarë dëshironi të ndërtoni vërtet, që është më e shëndetshme dhe më e përshtatshme realisht për ju, sepse kjo hënë e re, ajo çfarë do të hidhni rrënjën, pra, ose fillimin, ajo çfarë po mbjellni në këto momente, pra, në këtë hënë të re, do të ketë ndikim edhe për një periudhë shumë të gjatë, duke qenë se kjo hënë e re është pikërisht fillimi i një cikli të ri. Të gjitha relatat që krijojnë në këto momente janë serioze, janë relata të cilat do t'i mbartni pothuajse deri në fund të jetës tuaj. E njëjta gjë është e vlefshme edhe në lidhje me projektet. Keni mundësi në këto momente që të krijoni projekte shumë afatgjata, projekte të cilat do të thotë që mund të sjellin të ardhur materiale të mira. Dhe mbi të gjitha që ju bëjnë të lumtur, që ju përfaqësojnë pikërisht ju, shpirtin tuaj. Prandaj nuk keni arsye pse të jeni të nxituar. Dhe mbi të gjitha, nuk keni arsye pse të bëni diçka vetëm sepse kështu jeni kushtëzuar, sepse kështu ju ka detyruar pak a shumë ambienti ku jeni rritur.
Tashmë ka ardhur koha që ju të jeni vetvete, të jeni autentik dhe të zgjidhni atë çfarë bën të lumtur, por përsëris disa herë, po kjo është realiteti. Si rrethë e këtyre zgjedhjeve që do të bëni në këto momente, do ta keni shumë më të thjeshtë, sepse do të jeni në energjinë tuaj të vërtetë. Rruga pak a shumë hapet vetiu, arrini një sukses shumë më të lartë, bëni shumë më të suksesshëm në të gjitha fushat të cilat ju punoni. Por duke qenë se në këto momente teknologjia ka një prioritet shumë të madh, të gjithë personat të cilët e implementojnë në mënyrë të suksesshme teknologjinë në jetën e tyre profesionale, detyrimisht do të bëhen shumë më të suksesshëm. Ndërkohë që nëse jeni pas moshës 35 vjeç, edhe ju jeni një ndoshnjë të cilën mund të krijoni një lidhje që mund të kalojnë në martesë në këto momente. Këto ishin të gjitha ndikimet si të përgjithshme, po ashtu edhe tek shenjat. Shumë faleminderit të gjithëve që më ndoshët dhe ishim përsëri tek videoja e radhës. Pafshim!